Musa i thot Allahu xhallahu ala në një prej takimeve të tij, ja Rabbi, më tregon një fjalë që të të përmendi dhe të ta kujtoj, të të kujtoj me të. Allahu xhallahu ala i tha ja Musa thuaj la ilaha illallah. O Musa, thuaj shahadet la ilaha illallah. Musa alayhi salatu wasallam i thot ja Rabbi, po gjithë robërit e tu thon këtë fjalë. Fjalë lehtë në gjuhë. Tha ja Musa, në qoftë se 7 qije dhe banorët e saj dhe 7 toka dhe banorët e saj vendosen në një anë të peshojës dhe fjala la ilaha illallah në anën tjetër do të rëndon fjala la ilaha illallah. Wallahi fjalë shumë e lehtë, si na i ka falur te Zoti ne. Pasha Allahu xhelle xhelalu ju vllazën qafirët e kanë rënë ta thon këtë fjalë. Ma e rënë se sa qielli dhe toka të vendosen mbi shpatullat e tyre, ata kanë aq rënë dhe vështirë. Ne na i ka bëu aq lehtë Allahu xhelle xhelalu. Kjo është mirësi e madhe, vallahi nëse nuk dali për kësaj ligjërate, vetëm se ndjenja e madhe për mirësi dhe dhuratën dhe për përzgjedhjen e Allahu xhallahu ala ndaj nesh, kjo do të kishte qenë mjaftueshme vallahi. Ja Musa, nëse 7 qije dhe banorët e saj dhe 7 toka dhe banorët e saj vendosen në një anë të peshojës dhe fjala la ilaha illallah në anën tjetër, vallahi do të rëndon fjala la ilaha illallah. Në një prej haditheve ju vllazë dhe mi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të del një njeri ditën e Kiametit me mëkate, ku 99 librat i ka të stërmbushur me gjunahe dhe mëkate. Dhe Allahu xhallahu ala do t'i thot lexo libri. O robi, mos të kom bo padrejti. Ja Rabbi, jo vallahi. Këto punët e tua, veprimtaria yte. Atëherë Allahu xhallahu ala do t'i thot me laqeve, me lektë mia ka mbetë edhe diçka. Thon ja Rabbi, ka mbetë një fletë e vogël. Thot nxjerrën e atë, për arsye se sot është dita kur unë askujt nuk i bëj padrejti. Kur ja del një letër e vogël e vllazën e të është shkruar la ilaha illallah Muhammed rasulullah. Atëherë vetë robi do thot ja Rabbi, për çka bën dobi me kjo letër, ka shik 99 librave, një libër prej tyre është aq sa është hapësira me sjelljet edhe tokës apo aq sa shef shikimi i njeriu. Mirë po do të vendoset ai letër, kur do të hapet ajo do të jetë la ilaha illallah. Do të vendoset në një anë të peshojës dhe 99 libra në anën tjetër do të rëndon fjala la. Fatashat bihin la ilaha illallah, nuk peshon asgjë me këtë fjalë të madhe që na i ka falë Allahu subhanahu wa taala.